historikun tënd, si e ke mësuar kaban, sa vite ke që luan dhe nga je? Ne vim nga Bashkia Dimal. Unë kam 40 vite që e ka ushtroj këtë zanat. E kam mësuar vetë nga dëshira. Që i vogël, 16 vjeç. Kemi rritur Kalamajnë, kemi punuar kaq vjet, punojmë akoma. Në festivale kemi marrë pjesë, patujse që nga 2004 dhe deri më sot. E ke mjet me të cilin ushqesh apo merresh në punë tjetër? Edhe punë tjera kemi, po me këtë kryesisht ushqemi. Sa i bëjnë në familje që jeni në ushqyer me klarinetin? Po, veti 7. Veti 7. Tash i garant që puna dasma, po ka pas shumë dasma. Para 5-6 vjetësh ka pas shumë dasma. Ka ka qenë pagesa më e madhe që ke marrë nëse tregohet? Tashi, ka qenë 1 milion personi, me fjalin 100.000 lekë të reja. Ne shkojmë zakonisht 5 veta, 6 veta. Jemi shumë të kënaqur. Nga jo e vazhdojmë akoma se kemi pasion, kur thuhet na gris, nuk na lë. Do një nga 5 familje tua, ka mësuar të djeri klarinetin? Jo, nuk e kanë mësuar, se vazhdu shkollën e lartë për drejtime të ndryshme. Po të grupi për e ziri, ka dëshirë për ta mësuar? Ka çuna të rinj, kanë dëshirë. Posha të reja nga 20 vjeç, tash ka kushte se kanë vajtur dhe në për shkollat, po ka dëshirë, ka interes. Jo te kjo ka baja, për shembull se ata se njojnë ta banin mu. Akoma, interesi vazhdon. Sidomos kur bëhen këto festivale, mini festivale, shumë i që organizohen se majnë traditën gjallë. Edhe njerëzit i duk do gjera, se janë rritur me këto, dhe është gjë e bukur. Me grupi me një pjesë vetëm në festivale shqiptare apo në jashtë? Neve kemi qenë, po thujse në 5-6 shtete. Kemi qenë, kemi bredhur. Na ka qurë festivalet, na kanë bërë ftesa në Turqi, mbi 5-6 herë, në Poloni, në Bullgari, në Rumani, në Greqi po, në Itali. Jemi angazhur. Kosova po. Kosova e po thujse 2-3 herë në vit. Si mi pritet kabaja muzikare? Kabaja është gjë e bukur, se kabaja nuk do shkollë, është interpretim, është ndjenjë, edhe njerëzit e shikojnë me interes. Është gjë e bukur. Faleminderit. Dhe ne të vazhdojmë të ruajmë të traditë të bukur, duke zhvilluar çdo vit pikërisht në këtë datë kaban muzikare, është pikërisht sepse duam që ta ruajmë këtë traditë të bukur, por patjetër suksesi i saj duket edhe nga një pjesëmarrje që kemi çdo vit akoma më shumë grupe pjesëmarrëse. Këtë vit kemi rreth 8 grupe nga zona e Myzeqes dhe patjetër që këtë traditë të bukur ne do ta vazhdojmë edhe në vitet më pas, sepse duam që kjo tradita e bukur e kabas, folku që ne kemi, duke veglat muzikore apo kostumografia që paraqesin gjatë këtij edicioni, patjetër që bën të mundur që ne këtë traditë të bukur ta ruajmë, por patjetër ta përçojmë edhe tek brezat e rinj. Atëherë, ky është edicioni 6 i kabas muzikare. Marrin pjesë 100 persona, artistë në këtë aktivitet. Edhe kemi pas shumë oferta dhe seleksionime kemi pas shumë, po duket që ka një penjim madh. Dhe mesazhi i këtij aktiviteti është që të përcjellim traditën tonë muzikare,
edhe muzikën tonë muzikare të rinj. Dhe duket që ka interes. Shpresojmë që në të ardhmen mund ta zhvendosim të festival gjithmonë me miratimin e bashkisë, ta zhvendosim në për komunat e tjera e të vazhdoj. Ju urojmë gjithë artistëve suksese edhe të na ketë sa më shumë përurje. Moshat e pjesëmarrësve kush dominon? Dominojnë nga të rinj deri këtë vjetrit, normal. Se të vjetrit e transmetojnë këtë rinj. Si mësohet kabaja muzikare? Kabaja muzikare është e lindur, po duhet edhe nga ustallarët e vjetët që ja transmetojnë të rinjve. Kështu është. Po shohim që ka impenjim dhe nga të rinjt. Shpresojmë që në të ardhmen akoma të zgjerohemi, kemi gjithë ato grupe, kemi dhe jashtë qarkut tonë, ka nga Beqi, nga Kozarja, nga ura vajgurore Dimali, nga Semani i Fjerit, nga Dumreja, kemi gjithë ndë me plus zona jonë, tre vajone muzikës, ka impenjim do gjatë.